بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم ذا العبدرويم الله للرسول أشتو سيش مرتنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. Selamet ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes si, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve në përgjithësi. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersën e 53 me radhë nga tefsiri i Kuranit famlart. E gjithsesi neve jemi mbet tek ajeti 117, 18 apo 18-19 të surës Al-Baqara, ku në dersën e kaluar I shpjeguam një ajet të Kur'anit ku Allahu subhanahu wa ta'ala na I tregoi gjendjen e idhtarëve të librit dhe shpifjet për kitazi me fjalët se Zoti xhalla wa ala ka fëmijë, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na tregoi që dhe gjithë çka ka në qiell dhe në tokë është ai I cili I ka kriju. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është shpikësi I qiellve dhe I tokës, dhe kur dëshiron ndonjë gjë I thot bëhe dhe ajo bëhet. Ndërsa sot me lejen e Allahut të lartësuar do shpjegojmë dy ajetet në vazhdim ku Allahu xhalla xhalaluhu gjithashtu na I tregon një shpifje të rëndë nga ana e mushrikëve, nga ana e jehudëve dhe të krishterëve, ku Allahu xhalla ala na tregon dhe thot se ata thanë: "Wa qala alladhina la ya'lamun laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya." Allah azza wa jalla na tregon dhe thot se ata than la ya'lamun, thot ata të cilët s'kan dije, janë jahil, janë ignorant, than sikur Allahut na flet te neve. Për me argumentu që te pejgamberi Allahut na flet neve dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo fjalë nuk duhet të thuhet nga njerëz të cilët kanë pas pejgamber, nga njerëz të cilët kanë pas libra. Nuk duhet të thuhet kjo fjalë. Pastaj thot au ta'tina aya, ose të na vjen ndonjë argument. E Allah xhalla wa ala thot: "Kedhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum." Thot njëjtë kanë thënë edhe ata të cilët kanë qenë para tyre, tashabahat qulubuhum, zemrat I kanë të njëjta, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Allahu xhalla wa ala thot neve I kem sqaruar të gjitha argumentet që ti I dërguari I Allahut li qaumin yuqinun, për një popull I cili dëshiron të bindet. Pastaj thot ajeti tjetër: "Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira." Ne me të vërtetë o Muhammed kem dërguar ty me të vërtetën, me hakun, përgëzues dhe qortues. Bashiran wa nadhira, wala tusalu an ashabil jahim, edhe ti nuk je përgjegjës për banorët e zjarrit të xhenemit. Këto dy ajete do I shpjegojmë dashur vëllezër, do ndalmi dhe të marrmi dobi të cilat I kanë shpjeguar ulemaja e tefsirit. Allahu xhalla wa ala I mëshiroj dhe I shpërblet me xhenetul firdaus. Wa qala alladhina, Allah azza wa jalla than ata për Zotin, la ya'lamun, të cilët nuk ishin njohuri. Kush janë ata? Imam Ibn Jarir at-Tabari thot janë të krishterët për arsye se ajetet paraprake Allah azza wa jalla na tregoi për shifjet e tyre. Kur thanë se Zoti ka fëmijë, pastër dhe I patmeta është Allah. Tash po thojnë që në qoftë se ti je I dërguari I Allahut, atëherë na flet neve Zoti. Logjik jo shëndosh për një popull që ka mendje, për një popull I cili ka pejgamber të Zotit, nuk guxon këtë fjalë me e thonë. Një grup I madh I tefsirologëve thonë kanë thonë mushrikët e Mekës. Mushrikët e Mekës I kanë thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, meqense po thuaj se I dërguari I Allahut na flet Zoti neve. Na flet Zoti neve. Disa të tjerë tefsirologë kanë thonë jehudët për arsye se ka një jehudi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një Rafi ibn Huraymala, dhe I ka thonë nëse je I dërguari I Allahut, atëherë na flet Zoti neve. Dhe Allah azza wa jalla ka zbrit ajetin wa qala alladhina la ya'lamun. Ata të cilët nuk kanë dije thonë kështu thot Allah. Wa qala alladhina la ya'lamun, nuk kanë dije, janë jahil. Njeriu I mençur nuk e thot këtë fjalë. Nga ky pjesë ajetit kuptojmë që
çdo njeri I cili flet për Allahun pa dije, është xahil, është ignorant. Çdo njeri I cili flet për Allahun xhalla xhelaluhu pa dije, është ignorant. E Allahu pi cilson me jahel, se po thotë wa qala alladhina la ya'lamun. Po thojnë ata të cilët s'kan dije. Çfarë po thojnë ata? Laula yukallimuna Allah. Sikur të na flet Zoti neve. Një njeri I mençur e din se Allahu xhalla wa ala nuk ju flet njerëzve të thjesht, përveç pejgamberëve të tij dhe ato që e ka zgjedhur për pejgamberëve të tij. Vetëm një pejgamberi, dy pejgamberëve ju ka fol Allahu xhalla wa ala dyre. Ata kanë qenë Musa alayhis salam, kelimullah. Sa ka qenë pejgamberi I Zotit, I ka fol Zoti xhalla xhelaluhu, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është ngrit në Miraj. Kur është ngrit në Miraj, Resulullah sallallahu alaihi wasallam I ka fol Zoti xhalla xhelaluhu pa ndërmjet. Tjerëve nuk ju flet Zoti, ju dërgon pejgamber. Me thon këtë fjalë, njerëz të cilët ju kanë ardhur pejgamber, nuk është dashur me thon këtë fjalë. Sepse kjo fjalë është mosbesim. Është fjalë ignorant, nuk e thot të vetëm se ignoranti. Au ta'tina aya. Kanë thonë, ose bëna ndonjë argument. Mushrikët e Mekës kanë thonë, bëna argument dhe të rrjedhin lumejt, shëndron ai kodrat në ari, deshna me të besu ty. Lloj kanë qitë kushte të cilat nuk është dasht me I qitë. A ka argument më të madh se sa Kurani? S'ka argument. Kurani famlart është argumenti kryesor I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi I Zotit s'ka ditë shkrim edhe lexim vëllazër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë shkrim edhe lexim. Emrin e vet mi thon shkruaj Muhammed s'ka ditë. Si ka mundësi me shkruaj Kur'anin Allah? Allah azza wa jall prej urtësive të tij të larta është që e ka bërë Resulullah mos me ditë shkrim edhe lexim. Sepse Allahu xhalla wa ala ka ditë që do ta bëj pejgamberin më të duar, pejgamberin më të dashur. Dhe kur t'ja zbret Kur'anin që është libri I fundit I Zotit tokë, I ka sfidu Allah azza wa jall të gjithë krijesat me librin e tij të fundit. Mos me thonë të tjerët e ka shkruar me dorën e vet. S'ka ditë këtë. Ka ditë. Priorësive ti është ja ka dërgu Kur'anin që I ka sfidu të gjitha krijesat deri në ditën e gjykimit. Argumenti më I madh është I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumenti më I madh I të gjitha kohërave dhe I të gjithë pejgamberëve. Pejgamberët e tjerë kanë pas argumente, mrekulli të cilat me shkurën e pejgamberit është zhdu ajo mrekulli. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në botën tjetër, mrekullia e tij vazhdon të jetë halal mesin tonë. Ka pas mrekulli tjera që kanë shku me vdekjen e tij, sikurse ngritja në Miraj, sikurse çarja e Hanës, sikurse dalja e ujit nga gishtrenjet, sikurse kur ka hec nuk I kanë parë mesht. Shumë ka pas mrekulli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka hec, ja ka fut frikën armiqve, një muj para se me shku, prej mrekullive të tina, një muj para se me nisë për luft ata janë dridhë. Po ju në shku me vdekin e ti, mirë po Kur'ani është në mesin të. E argumenti më I fort për është Kur'ani, po kur Allah azza wa jall jam mbyll syt dikujt para argumenteve të tij pa dihava, s'ka kush që mundet me besu. Për këtë edhe I kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya. E Allah azza wa jall tha kedhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Thot të njëjtën e kanë thonë edhe ata të cilët kanë qenë para juve, të njëjtat fjalë, ose për afërta me ta. Kush janë ata që kanë qenë para juve? Në qoftë se ky ajet ka zbrit për shkak të mushrikëve, kanë thonë jehudët dhe të krishterët. Në qoftë se kanë thonë për shkak të krishterëve, atëherë kanë thonë jehudët, mushrikët dhe ata që kanë qenë para tyre. Pra, pse Allah azza wa jall e ka thonë këtë pjesë kedhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim? Të njëjtën e kanë thonë edhe ata para tyre, para teje dhe para këtyne. Ulemat e tefsirit thonë Allah azza wa jall pe ngushëllon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po e ngushëllon Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe po I thotë Muhammed, ndoshta aty të shkon mendja, shkon e qysh Allah azza wa jall është I rahmetshëm, I mëshirshëm me pejgamberin e tij.
I thonë, ndoshta ty të shkon mendja që se ke qu misionin që shduhet në vend. Si ke thirë ndoshta që shduhet. Dhe brenga jo që ata thojnë. E Allah Azza wa Jall po thotë, mos e ki der ti në rrugën e duhur. Vazhdoj rrugtimin ton, që aty ku je, mirë je, vazhdoj rrugën. Sepse edhe ata para tyre kanë thonë të njëjtën fjalë pejgamberëve. I kanë fy pejgamberët, i kanë fy Davetxhitë, udhëzuesit rrugën e drejtë, njerëzit e mirë. Edhe është ngushëllim për neve. Pse ngushëllim për neve? Për arsye se janë njëjtë thamë më herët, xehli janë të njëjtë, xahilat janë 1 milet. Ignorantat janë 1 milet. Njëjtat fjalë përsëritin historikisht. Ju kanë thonë pejgamberëve fjalë të tilla, edhe ty edhe mua kanë thonë, pa vetë xhami po shkona, pa leja po. Ato në haxhi të shtëpia, po vallahi, si shkon xhami thonë haxhi, thonë hoxh, që ky veç falet leje, mos shko, leje këtë farë pune kur të plakësh. Edhe ti, edhe unë brengosmi për këtë punë, a brengosmi, po. A thomi, pse, mos unë s'jam të dosht, s'jam të ditë mi thirë fene Allah. Mos unë jam fajet e unë që këta njerëz hyç për avlen, qyk sa kitë se kryt. Mos është fajet e na. Jo, Allah subhanallahu po thotë, kedhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Të njëjtat fjalë thojnë edhe ata që kanë qenë para jo, mos u mërzit. Edhe këti hoxhës që ashtu para teje i kanë thonë para 20 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, i kanë thonë njëjtat fjalë. Mos shkove në xhami se hoxh, hajde ti kështu e mos u veço për i tjerëve. E të thojnë ty që ja keni sot, dhe i kanë thonë ati hoxhës që ku mësuan e për tije, ati hoxhës që ka mësuaj, domethënë, kështu shkon sepse xahilat janë 1 milet. Ignorantët janë 1 milet, veç i përsëritin fjalë, dikush pak më ndryshe, dikush pak më ndryshe, në mënyrë që me humb rrugën e drejtë. Mirë po jo, Allahu po na ngushëllon neve, çuçi ka ngushtuar Resulullah. Vazhdo ti rrugën, sepse njëjtat fjalë kanë përsërit. Historikisht, ti në rrugën e drejtë vazhdoj rrugën. Tashabahat qulubuhum zot Allahu jalla wa ala. Zemrat i kanë të njëjta. Tashabahat qulubuhum. Zemrat i kanë të njëjta, i ngjasojnë njëra tjetrës. Nga ky ajet kuptojmë, nga ky pjesë ajetit, kuptojmë që mosbesimi janë 1 milet. Kufri janë 1 milet. 1 milet, zemrat i kanë të njëjta. Mosbesimtarët zemrat i kanë të njëjta. Një ignorantët i kanë zemrat e njëjta vetëm se dallojnë ashtu siç do shohim. Ndërsa mosbesimtarët tashabahat qulubuhum thot Allah azza wa jall. Zemrat e tyre i kanë të njëjta në mosbesimin e tyre, në arrogancën ndaj besimtarëve, në pengesën që ja bajnë besimtarëve në rrugtimin e tyre, zemrat e tyre janë të njëjta. Edhe xehli, ignoranca, zemrat i kanë të njëjta përveç se domethënë dallojnë, sepse Allah azza wa jalla thotë qad bayyana lakum ayati qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ne thot i kem sqaruar argumentet tona, mjaft që ti je i dërguari i Allahut, i dërguari i Allahut. Shumë mjaft i kem sqaruar, shumë kem dërguar argumente që ti je i dërguari i Allahut. Për kënd liqaumin yuqinun, për një popull që dëshiron me u bind. Ulemat e Islamit kanë thënë në tefsirin e kësaj pjesë të ajetit, xehli, ignoranca ndohet në 2 lloje. Ignoranti ndohet në 2 kategori. Kategoria e para e ignorantit është ai ignorant, ai xehel i cili nuk ka njohuri, s'ka dije. Po dëshiron me u bind, sepse Allah azza wa jalla thotë i kena sqaruar argumentet për kënd li qaumin yuqinun, për një popull që dëshiron me u bind për rrugën e Zotit. E njeri ka mundësi me qenë ignorant. Dhe gjithë kemi qenë ignorant dhe jemi ignorant në shumë çështje. Por çfarë? Dallon kur ignoranti pyet. Ka mundësi muslimani me qenë ignorant në shumë çështje të fesë të tij. Po i pyet njerëzit e dijes. Edhe i përgjigjet njeriu i dijes, ky merr dije, ja largon vetin ignorancën. Ky vazhdon rrugën. Shumë kollaj është me punu me këta njerëz. Shumë kollaj është me punu me një ignorant të tillë, i cili s'ka dije, po kërkon dije, pyet njerëz të dijes e vazhdon rrugtimin. Dhe kategoria e dytë, që ajeti flet për ta, është ai kategori e ignorantëve të cilët nuk dojnë këshill. Nuk këshillohen.
E Allah Azza wa Jall po thot, Kur'ani ka zbrit, argumentet kanë zbrit, po thot për qaumin yuqinun, për një popull që don me u bind. Kërkon argumente, i lyp këshillat. E për ata që ju ka mbyll zemra, nuk dëshirojnë këshill, nuk dëshirojnë rrugën e drejtë, Allahu Jalla wa Ala thot për ta, innal ladhina haqqat alehim kalimatu rabbik la yu'minun. Ata të cilët jo ka përfundu Zoti caktimi i tyre, jo ka rrumbullaksu zemrat, jo janë mbyll zemrat e tyre, nuk do të besojnë, thot. Nuk besojnë. Thot Allah Jalla wa Ala, walau ja'ahum kullu ayatin hatta yaraw al-'adhab al-alim. Edhe nëse ju vin çdo argument derisa ta shohin dënimin me sy, ta nuk besojnë. Për këta njerëz, badihava shpjegoj Kur'an, badihava shpjegoj hadith, badihava thuj, hey, ki me vdek, ktheu rrugës Zot, jasnik veç. Çka keq? Zemrat e mbyllura, zemrat e ngursuara. Edhe këta nuk besojnë derisa ta shohin dënimin të ora. Pra, për këtë kategori nuk marrin vesh, këtë kategori të ignorante, por për ignorante të cilët, për njerëz që s'kan dije, të cilët kërkojnë këshill, Allahu Jalla wa Ala pa dyshim që ju ndihmon. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Më të vërtet, o Muhammed, ne të kem dërguar ty përgëzues dhe qartësues dhe qortues. Inna arsalnak, ne të kem dërgu, pra fol për të dërguarit, rusul, që neve kem shpjeguar më herët dallimin mes rasulit edhe nebijut, që s'ka nevojë më përsërit prap, mirë po, vetëm për ta kujtuar që Allah Azza wa Jall i thot këtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të kem dërguar si rasul. Çdo rasul është edhe nebi dhe jo çdo nebi është rasul. Janë për 124.000 pejgamber, ndërsa rasul janë kanë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq sa kanë qenë sahabët në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit kanë qenë prej 310 deri 319 sahabe. Në luftën e Bedrit kanë qenë prej 310 deri 319 sahabe. Kaç kanë qenë rasul, ndërsa të tjerët kanë qenë nebi. E rasuli është ai i cili vjen me shariat të ri dhe anulon shariatin paraprak. Vjen me libër Zoti xhallahu ala, i zbret shariat të ri, legjislaturë të re, dhe e ka obligim thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu azza wa jall, inna arsalnaka bil haqqi, ne të kem dërguar me të vërtetën. Cila është ajo e vërtetë që Allah ka thënë në këtë ajet? Thonë ulema e Islamit, inna arsalnaka bil Quran, të kem dërguar me Kur'an. Kjo është e vërteta. Kur'ani është e vërteta. Inna arsalnaka bil Islam, ne të kem dërguar me Islam. Kjo është e vërteta. Islami është e vërteta. Inna arsalnaka bis sidqi, ne të kem dërguar me sinqeritet. Pra të trijat. Me Kur'an, e vërteta është Kur'ani, Islami është e vërteta, dhe muslimani duhet me qenë i sinqert. Inna arsalnaka bil haqq, me këto të kem dërguar, me Islam, me i thirr njerëzit në Islam, me Kur'an me i thirr dhe me qenë i sinqert. Dhe me qenë i sinqert, nuk ka mundësi me qenë muslimani jo i sinqert dhe më vënë xhenet, s'ka mundësi. Sepse sidqu, sinqeriteti lypset në iman, lypset në vepra. Allahu xhallahu ala nuk e pranon Islamin sipërfaqësor pa qenë në zemër, pa qenë i sinqert në zemër. Sikurse nuk e pranon veprën pa qenë sinqert për Allahun xhallahu ala dhe pa qenë sipas pasimit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E po thot inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, përgëzues dhe qortues. Pra puna e pejgamberëve janë dy. Pejgamberët nuk kanë tjetër punë. S'kan pas tjetër mision në këtë dynjë. As kanë ardhur me marrë shtëpia, as me shtru asfalt, as me bë, domethënë banesa, jo. Kanë ardhur me ia tregu njerëzve rrugën e drejtë, me i përgëzu, për çka me i përgëzu? Ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut azza wa jall. E pasojnë librin e tij. E pasojnë pejgamberin e tij, kanë më shku në xhenet, i përgëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Wa nadhira, edhe qortues, jam ka treg vërejtën. Në qoftë se nuk e besoni Allahun dhe pejgamberin e tij dhe nuk e pasoni rrugën e tij, ju pret zjarri i xhenemit. Për këtë të dashur vëllezër ka ardhur fjala bashara. Bashara në gjuhën arabe i thonë
ftyrës kur gëzohet. Apo më mirë me thonë, bishara i thonë, kur ta bjen dikush një lajm edhe ka ndryshim në ftyrën e njeriut. Kjo jepet edhe për gëzim, jepet edhe për idhnim. Për këtë arsye Allah xhalla wa ala i thot bashiran wa nadhira. Bashir kur njeriu ja dërgon dikujt një lajm të mirë, e sheh ndryshimin pozitiv në ftyrën e tij. I thojnë bashir, bushra i thojnë, gëzim. Sepse kur ta bjen dikush një lajm mirë, ti e vren se ti je i gëzueshëm në fytyrë. Ki më gëzu me atë lajm. Edhe Allah azza wa jalla thot përgëzoj besimtarët në shumë ajete, sepse sheh ndryshimin në fytyrat e tyre kur ja përmend xhenetin, kur e përmend domethënë sevapin e veprave të mira. Njëkohësisht përdoret edhe për xhehenem, për mërzi, për arsye se edhe lajmi që ipet jo i mirë vrehet me njëherë në ftyrën e njeriut. Ashtu siç thot Allah azza wa jall për pabesimtarët, "Wa bashirhum bi'adabin alim." Lajmëroj ata për dënim të rënd. E kur ti lajmërojsh ja u vren në ftyrat e tyre që kanë mërzi, nxihen, prishin ftyrat. Për këtë arsye shqiptarët na interesant. E përdorin dikush që s'ka fytyrë të mirë besharet. Për që kjo vlen. Kurse ka marrë vesh, sot ta merr vesh, domethënë, pse të na pleq të përdorin, leje se ish besharet, Besharet domethënë tyra nuk është e mirë. Për arsye se kur ti vjen ndonjë lajm i keq, i zgrykset tyra. Po njëkohësisht kur ti vjen një lajm i mirë, zohet dhe qesh, edhe kësaj i thonë beshara, gëzim. Po njëkohësisht i thonë edhe besharet, domethënë që përdoret tek ne, zakonisht tek ne përdoret për së keqi dhe jo për së miri. Për këtë Allah azza wa jalla i thot Resulullah, "Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira", për gëzues dhe qortues. Me këtë cilësi është përmend në Tevrat. Me këtë cilësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam decisivisht është përmend në Tevrat. Transmeton një hadith Imam Ahmedi rahmetullah alayhi nga Ata ibn Yasar, e ky Ata ibn Yasar i thot e kam taku Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As është djali i Amr ibn Asit. Mirë po Abdullah e ka pranuar Islamin para babës vet. Ky Abdullah ka qenë shumë i mençur. Ka qenë prej sahabëve që ka ditë shkrim lexim, i ka ditë librat e mëhershëm, Tevratin, Injilin, shumë mirë. I ka lexu. Edhe ka qenë më i vogël se Amr ibn Asi veç 12 vjet. Pra baba ka qenë më i madh Amr ibn Asi veç 12 vjet. Amr ibn Asi është martuar në moshën 11 vjeçar. Edhe në moshën 12 vjeçare Allah azza wa jalla ja fal Abdullah djalin e tij. Thonë në atë kohë burrat herët janë bë burra. Për këtë arsye kur ta ndëgjosh që pejgamberi është martuar me ashën që ka gjet i ka pasur ai sahabiu, oj tranohemi pse? Se nuk e dim gjendën që ka qenë më herët. Amr ibn Asi u martu 11 vjeçar. 12 vjeçar Allah ja fal djalin, Abdullah ibn Amr ibn al-As. E ky e takon Ata ibn Yasar dhe i thot, hajt, me lajmëro për karakteristikat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Tevrat. Sepse ti i dishëm, i ke ditë librat e mërshëm. Thot po, thot pasha Allahun xhalla xhalaluhu. Thot në Tevrat është i përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç është i përshkruar në Kur'an. Allah azza wa jalla thot o ti pejgamber, ne të kemi dërguar dëshmitar, shahiden, wa mubashiran wa nadhira, dëshmitar, përgëzues dhe qortues dhe garanci për ata që nuk dinë shkrim edhe lexim. Këto janë decisivisht në Tevrat. Ti i robimi, thot Allah azza wa jalla, dhe i dërguar jem të quajta el-mutawakkil. Në Tevrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me emrin el-mutawakkil, i mbështetur në Allahun azza wa jall. Ti thot jo i ashpër, nuk je i ashpër, nuk je i vrazhd dhe jo i zhurmshëm në tregje. Me këto cilësi ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Tevrat. Thot ti nuk do të kthehesh të keqen me të keqe, por do të falesh. Allahu xhalla wa ala thot nuk do t'ja merr shpirtin këtij pejgamberi derisa të drejtojnë në rrugën e drejtë, mbar popullin e devijuar dhe derisa thonë la ilaha illa Allah. Derisa thonë la ilaha illa Allah për mushrikët dhe për këto njerëz që thonë la ilaha illa Allah. Pra me këto cilësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar në Tevrat dhe i thot
Pastaj I thot, ashtu që në mënyrë pastaj që t'ja hap syt njerëzve të vërbuar, veshët njerëzve të shurdhur dhe zemrat njerëzve të cilat I kanë të mbyllura. Me këto cilësi definitivisht ka qenë I cilësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam me të. Pra si përgëzues I qortues dhe gjitha këto cilësi të cilat neve sapo I lexuam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah azza wa jalla I thot: "Wala tus'alu an ashabil jahim." Dhe I thot, ti nuk je përgjegjës për banorët e xhenemit. Pra ti nuk je përgjegjës për banorët e xhenemit, Allah azza wa jalla prapë ngushëllon pejgamberin. Shkone, mbrana dy ajeteve, dy herë ngushëllon. Dhe I thot, o Muhammed, ti pse kanë hyrë ata në xhenem, nuk do të marrëmi ty në pyetje nesër në ditën e gjykimit dhe më thon, ndoshta si ke thirr mirë në rrugën e Allahut. Ja. Allah azza wa jalla I thot, ti si je përgjegjës për ta. Ti ke pas për detyrë me I thirr në rrugën e Allahut azza wa jalla. Përgëzues dhe qortues, ne e thot nuk do të marrëm ty në pyetje në ditën e gjykimit. Wallahi kjo është shumë e rëndësishme për ne. Shumë e rëndësishme. Sepse shpesh neve e mendojmë këtë çështje. A ja kem dhënë hakun Davidit apo jo? Allah azza wa jalla në këtë pjesë të ajetit po thot, o Muhammed, ti e ke dhënë hakun në thirrje. Bile tefsirologët thojnë edhe arabisht, la mes'alaka hal ballagta am la, nuk të pyesmi ty a e ke çu misionin vend apo jo, li annaka addayta ma alejk. E ke kry misionin më së miri. Ja ke dhënë hakun thirrjes së njerëzve. Nuk ke më u marrë pyetjen ditën e gjykimit. Shtrohet pyetja, na a jam të ja dhënë hakun? Na a jam të ja dhënë hakun thirrjes në rrugën e Allahut apo jo? A e mendojmë që neve ndoshta Allah ka më na bën pyetje me thonë, o filan e biri filan. Pse morë nuk I thërsh anëtarët e familjes në Islam? Pse morë nuk I thërsh shok që ti rrin me për ditë me ta në punë, me thonë, jo njerëz, hajde morë falë namazin se pa namaz nuk shkohet tek Allahu xhalla wa ala, pa xhirim, pa hax, pa zeqat, pa besim në Allahun xhalla wa ala, pa besim në melekët e tij, në të dërguarit e tij, në librat e tij, në ditën e gjykimit, në qadon dhe kaderit, nuk shkohet te Zoti xhalla wa ala. A e kem dhënë hakun Davidit apo jo? E Allah azza wa jalla thot pejgamberit ti e ke dhënë misionin tënd. Smirësh përgjegjësi. Në një kiraet tjetër, kjo pjesa wala tus'al me dhamma lexohet wala tas'al an ashabil jahim. Mos pyet. Më thonja tjetër, kem thonë çdo kiraet kur lexohet e ka domethënien hala më të madhe edhe jap sqarime hala shtesë. Ajeti që ne e kem në mushaf lexohet wala tus'al me dhamma. Nuk do të mirësh në përgjithësi për ata që janë në xhenem. Dhe në një kiraje tjetër lexohet wala tas'al dhe mos pyet për hallin e banorëve të xhenemit se mos vë për ta. Mos pyet për hallin e banorëve të xhenemit sepse mos vet se çfarë dënimi kanë ata. Ty sa merr mendja hiç. Mos pyet për ta. Hiç mos u merr me ta, edhe më kur s'ka pyet. Pse? Se thuhet që Resulullah sallallahu alaihi wasallam është mërzit për prindërit e tij. Është mërzit dhe ka thonë një fjalë, prindërit e mi. Sepse nuk e kanë arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah azza wa jall ja zbret këtë pjesë ai wala tas'al an ashabil jahim. Mos pyet për hallin dhe gjendjen e banorëve të xhenemit, sepse jotja është vetëm me I thirr të tjerët dhe Allah azza wa jall është ai I cili I shpërblen dhe I dënon robërit e tij dhe kur më Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmend më fjalën dhe nuk ka përmend për banorët e xhenemit për çka? Do të thonë për ata familjar që kanë shkuar në xhenem, për çka e ka vazhduar rrugtimin e tij. Për këtë arsye, ky pjesë e ajetit në këtë lloj kirajeti neve na bën me dije që ne nuk jemi ata që I çojmë njerëzin në xhenet edhe në xhenem. Nuk jemi ata me thonë filan në xhenet, filan në xhenem. Jo, wala tas'al an ashabil jahim. Te mos pyet për banorët e xhenem. E jotja është me I thirr njerëzit në rrugën e drejtë. Me u sqaru rrugën e drejtë. Ai që dënon me xhenem është Allahu azza wa jall. Ai që I dënon robërit e tij është Allahu. Ai që I fal robërit e tij, që I fut në xhenet është Allahu xhalla wa ala dhe jo ne. Dhe jo ne. Wala tas'al an ashabil jahim. Mos pyet për ta sepse halli I tyre, gjendja e tyre është e tmerrshme.
Gjendja e tyre është e tmerrshme. Allah azza wa jall na ruaj nga zjarri i xhehenamit, na bëj prej atyre robëve që Allah azza wa jall është i kënaqur me neve. Allah azza wa jall na i fal gjunahet tona, mëkatet tona, na i mësoj që të mësojmë nga ajetet e Kur'anit famlart, ti përvetsojmë këto dobi, ti qesmi në praktik, ti për atyre njerëzve që ngushëllohemi me ajetet e Kur'anit, ashtu siç Allah xhalla wala ka ngushëlluar pejgamberin e tij në shumë ajetet e Kur'anit, e ka lavdruar pejgamberin e tij, e ka ngushëlluar duke i thonë që ti e ke dhënë emanetin tonë, e ke dhënë përgjegjësinë tonë, lej ata të cilët flasin për ty dhe kërkojnë për te prej teje që me pa Zotin xhallahu ala dhe me ju fol Zoti atyne, sepse ata e kanë hupur rrugën në barr, ti vazhdoj rrugtimin ton, tregoj rrugën e vërtetë dhe mos u merr me ta, sepse Allah azza wa jall ka përgjegjësi ndaj tyre dhe ai mirret me ta, duke lutur Allahu xhallahu ala që të na fal neve dhe juve, të na bëj prej banorëve të xhenetit, na bashkojë në xhenetit e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.